Një gyp i ujit ka shpërthyer në klinikën e oftalmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës sot në orët e paraditës. Ky problem është sanuar nga shërbimet teknike të qendrës klinike universitare të Kosovës dhe puna është kthyer normalitetet. Nga zyra për media e QKUK-s kanë konfirmuar se problemi është sanuar dhe 3 sallat e operimit janë duke funksionuar në mënyrë të rregullt dhe se edhe vizitat specialistike të qytetarëve në oftalmologji janë duke vazhduar. Kallxo.com ka biseduar edhe me drejtorin e kësaj klinike Ardian Shabanin, i cili ka konfirmuar se gjithçka është në rregull. Kallxo.com ka parë edhe dhomën në të cilën është shpërthyer ky gyp i ujit dhe i cili është sanuar. Po ashtu ka parë se si dhomat e operimit janë duke u bërë gati për të kryer operacionet të cilat kanë qenë të planifikuara për sot. Gjithashtu, në korridoret e oftalmologjisë kemi parë edhe qytetarët të cilët ishin duke prit për vizitat e tyre specialistike.